që, si thashtë edhe në fillim fare, do të flasim për nostalgjin që kemi, për lagjen ku jemi rritur dhe për ëndrat që kemi nisur aty. Në fakt, ndoshta ka edhe prej tyre që janë lindur, janë rritur dhe vazhdojnë të jetojnë në po të njëjtën lagje dhe konsideroj që janë me shumë fat. Nuk po e zgjas më shumë, dua t'ju njoftoj edhe me të ftuarit e mi për sot. Shefkia Abdullahu, përshëndetje, mirë se erdhët, ekspert i sigurisë, kënaqësi t'ju kemi gjithmonë në Djela Vlen dhe i përgjigjeni pozitivisht gjithmonë ftesës. Faleminderit, kënaqësia ime. Floriana Rugova, juriste, mirë se erdhe Floriana, kënaqësi edhe për ty që të kemi, është hera e parë. Po besoj s'do t'jetë e fundit. Faleminderit shumë. Dhe kënaqësi që gjendëm sot në emisionin e ju. Avnida Lipi, mirë se erdhët, kënaqësi t'ju kemi në Djela Vlen. Dhe Arsa Sopi, antare e lidhjes shqiptaro-evropiane. Mirë se erdhe në Djela Vlen. Faleminderit për ftesën. Kjo është një bashkëbisedim, do të bisedojmë bashk edhe do t'i kujtojmë kujtimet e lagjes, ku jemi rritur. Shefke, po e nisim me ty. Unë kam lind në fshatin Bërvenik, komuna e Podujeves. Po? Në qeni Batlavës, pjesa Orlani, ajo, buzë kufirit. Pjesa e shumë e bukur. Golak që e quajnë. Dhe, do thot, nga kujtimet që i maj në vendlindje prej kur fëmiu fillon me majt mend. Do të thotë 4 vjet, 5 vjet fillon vetëm me majt mend gjitha gjërat që sot neve i kujtojmë. Sigurisht ka qenë një jetë e fshatit, një jetë që ka kujtime, që zakonisht të thëmë kujtimet e mira i maj mend, sepse ka dhe kujtimet të vështira, për shembull, shkollimi, shkolla larg, kohe atësarit, dimri, ato vështirësi zakonisht nuk i kujtoj, po i kujtoj vetëm, do të thotë, kujtimet e mira që i kom kaluar qoftë me familje, qoftë me shoqet fshatit edhe me atë bashkëjetesë. Do të thotë që është zhvilluar në kohën kur kam lind edhe duhet t'ju them diçka që për hyrje e detajet do të bashkëbisedojmë gjithë. Po. Do t'i bëjmë dhe të kombinime, ta quaj ashtu të nostalgjisë të vendeve ku kemi lind, jemi rrit, jemi zhvillu, jemi eduku edhe sot jemi këtu para juve dhe para publikut. Kështu që baza e një individit cilë fillon me kuptu botën, me jetue, me bashkjetu me atë rreth, është familja, është prindi, gjithsesi nana është e para, babaj vjen pastaj edhe baza aty ku krijohet një dashuri me fëmijë pa marrë parasysh vështirësitë cilat i ka apo qoftë ekonomike, socioekonomike apo të jetës periudhave të caktuara, të rrethonave të caktuara, do të thotë baza, sikur që thotë edhe Einsteini, fuqia e të gjitha fuqive të universit thotë është dashuria, nuk ka fuqi më të madhe. Aty ku kultivohet dashuria dhe edukimi nga prind edhe familja e ngushtë, sigurisht edhe lagje, aty do të thotë ka kënaqësi, ka jetë mirë, ka kujtimet mira, ka nostalgjit mira, dhe kështu që unë maj shumë kujtimet mira dhe sot e kësaj dite, çdo vikend do të thotë, edhe pse që as kush atje, që është buzë kufirit, do të thotë, them 500 metra është shtëpia prej kufirit, po shkojmë çdo vikend atje dhe do të thotë është aty e një rahatin, ose e njim gjithë familja që shkojmë vëllezër, sidomos që jemi rrit aty, e njim do të thotë atë energjin e pozitive të, do të thotë, edhe qetësinë shpirtërore, por tash edhe si interesant me ju thonë çdo vendim të madh që kom marrë, tani do të thotë po flas në periudhën e pas luftës, në procese ndryshme për pozita, detyrat ndryshme të rëndësishme në nivel vendi, kur kom dashur me marrë një vendim kom shku atje, edhe do të thotë vendimet ma të mira merren aty, sepse merren janë burimore, aty ke filluar. Kështu që për fillim e kisha thonë këtë. Në fakt, po të vrej që je shumë nostalgjik për vendin tonë edhe lagjen ku je rrit, përderisa do të kthehemi përsëri tek kjo pjesë, po duam me pyet Florianën se cila është lagja e saj, edhe si e kujton lagjen e parë. Lagja eme është lagja Dardania, po konsideroj që është një prej lagjeve mos të më e lidh, po është lagja më e mira në Prishtinë, aty jam rrit edhe vazhdoj me jetu, për shkak të angazhimeve të shumta që kemi secili në jetën e vet, në punën e vet, domethënë prej të hanës deri të premten është e pamundur
po të shtunën, nëse jo të shtunën, se aktivitetet çdo ditë rriten, të diellën, do të thonë është pjesa që ti e ndan mas pari me familjen, është një e diellit që ti e ndan me prend, pastaj hala kena vazhdu ajo shoqënia e lagjes, mbledhemi për aktivitetet ndryshme. Se miku një detaj, vazhdon me jetu ende në Dardani. Në më thonë, ti qenë ke ata, nga një ndër ata personat Nuk kam li Dardani, po vazhdoj me jetu Helen. Vazhdon me jetu në Dardani që nga fëmiria. Pastaj kthehemi te Dardania, se më interesojnë disa pyetje. Si e kujtoni ju? Shiko, unë mendoj që pas një kohë, edhe kujtimet jo shumë të mira që ke pas nga një lagje, bëhen të mira? Se vetë fjala kujtime kujton diçka që ndoshta në atë kohë ka qenë shumë e rëndë dhe shumë e frikshme, por me kalimin e kohës edhe ato të bëhen të këndshme. Unë mbaj mend që do të thonë ata që se dinë, unë jam nga Kumanova, por që nga 87 jetoj në Kosovë, fillimisht në Gjilan, pastaj në Prishtinë nga 89, dhe ato që ka kujtoj, pas një shkëputje që kam pas, do më thonë 3 vjeçare, nuk kam pas të drejt shkurjes në Maqedoni, rikthehem të ato kujtimet e ma hershme në atë lagjen tonë me gur në Kumanov, ku lunim me gjithë fëmijët lunim futboll, është një shtyll e rrymës elektrike, cilën e bënim shtyll për njënën port, me një ndërsa tjetrën me diçka tjetër. Është edhe një pjesë tjetër e rikujtoj afër aty kemi pas edhe një fshi tjetër që sa herë na binte topi. Gjithmonë, krejt e kemi pas, krejt e kemi pas një. Por tash kur i kujtoj edhe këto momente, do më thonë, edhe këto me topin që ndoshta atëherë, edhe kishim frikë, edhe krejt më dukën shumë të mira dhe shumë të ëmbla zakonisht kur shkoj. I takoj mo jo ata shokët e vegjël, po i takoj janë burra, janë prend, janë intelektual në përfushat ndryshme të jetës. E ndjej, do më thonë, një frymëzim shumë të mirë, ndjejem shumë mirë atje dhe zakonisht më presin mirë. Ka pas një shkëputje, thash dhe pas filmit që e kam bërë dikun 2003 në një film, atje shumica e trinjve nuk e kanë ditë që jam nga Kumanova, po më kanë respektu edhe nga personazhi i filmit, Dalipi dhe gjithë, kanë thirrë në qytet Dalipi, dhe pastaj ka fillu një element tjetër, kur kanë kuptu që jam nga Kumanova. Edhe më shumë. Njeni tjetër duke thonë, hej, Dalipi ishte i Kumanovës, Dalipi ishte një kësaj lloj bisedash, nuk di, do më thonë, është një element që po të kthehesh në atë kohë, më kujtohen ato aktivitetet që kam bërë në shtëpinë e Pionerit atëherë, aktivitetet që kanë pas bëjnë me poezinë, që kanë pas bëjnë me aktrimin, që është nga si nxënës i shkollës mesme, te shkolla Bajram Shabani, i takoj arsimtar të parë që më kanë shty në këtë rrugë. E kështu me radhë. Zonja Arsa, për juve? Si është kujtimi i lagjës? Kujtimi i lagjës, lagja ime është thirë mahalla e muhagjerve. Po? Që ende sot thirë që ashtu, po. Dhe mendoj që ka qenë një ndër lagjët më të vjetra në Prishtinë. Mune kam kujtime ndryshme aty që edhe sot më përcjellin, edhe pse jetoj jashtë vendit. Gjithmonë nostalgjinë kam këtu, sidomos kur isha e vogël ku u rrita atë. Ka qenë një vend i thjesht lagja jam, por e veçanta e saj ka qenë që ka qenë shumë të nalt. Po. Dhe dimrit, më kujtohet shumë ky rast, dimrit për neve fëmijët e mahallës ishte sikur një pistë skijimi aty. Që ka bukurin e vetë, pa vetura. Ishte të nalt edhe me dy saja drunit me ren, u rendit shumë për me zbrit prej naltit poshtë me rëshit. Por s'kena pas as një herë ankes pëse nuk kena na ma shumë. Ishëm të mësuma ashtu edhe si kur sot për shambull që shikan fëmit gjitha kushtet, atëherë si keshëm gjitha kushtet, po gjithmonë e gjejshëm mënyrën edhe qysh me rëshit, shkojshëm për shambull të shpia, këqërshëm po mujna me gjetë një qese plastikës, edhe ullëshëm në atë qesën edhe zbreqëm të poshtë. E veçantë ka qenë edhe kur mërdhishëm shumë, edhe nuk e ndishim as të ftaftit, zërat e fëmive, të qeshtë, u knaq, ishëm rena, zjarri aty i shpëretit,
kur bëjke ajo fishlima e zjarit, ajo të knaqke dhe buka të pjek aty në shporet, po. Po, ato gjitha, sot i mbyllë syte dhe gjithmonë dalin para syve dhe të përcjellin këto kujtime. Po, të përcjellin dhe të mbajnë një farë forme që gjithmonë ja del. Në fakt, lagja e muhajgjerve, pastaj lagja Dardania, kalojmë ta pastaj të lagjet e juve që jëmë pak ma larë. Nuk janë shumë larë, ta shtetoj këto unë. Po, mundeni mu kyç sepse fshatrat nuk janë të ndërtu, nuk janë prek fatmirësisht. Ndërkaq, lagja e muhajgjerve mendoj që është shkatruar total tash për shkak të ndërtesave të larta, të banesave të larta, njëjtë të Dardania, nuk është e njëjtë sikur ka qenë para luftës. Çka mendoni, sa ju prek kjo gjë, edhe sa tregohesh pak lokalist për vendin tonë edhe sa dhimbset qaj vend që një farë forme shkatrohet. Bashkë bisedim, s'po du më meran me pytë kërkon. Unë po flasë në shta kërë në kanë atë vogër e hapsirat gjelbrusin kon pak më të mdoja dhe na si fmi këna pas mundësi sa atërë munges telefona, aftjune e lojra, vajpede, sënë. Ma shumë këna nejt jashtë, ma shumë këna zhvillu lojna, aktivitete jashtë, që që shëtash me që se kam fillu shumë ndërtime, bas edhe ndërtime tegra, që shumë pak o hapsir për fmi të lagjës. Në fakt, lagja Dardania është me ndërtesat e larta, nuk është se ndërtohet diçka brenda lagjës, por banesat janë shëndru në lokalet totale dhe është në zonë komplet hapsina mrena. Kështu që shumë pak shësë nështë ta fëmi që dalin, ose vikendev që dalin luj, zhvillojnë ato loja që na i këna bëkurin e kanë të vogël. Që për të më vjen keq. Po, zëtë javni qa menon për këtë pjesë për shambu? Unë që ka më bënë përshtypje, gjatë udhëtimeve që kam pas në festivale, në Edimburg, në Kairo, në Braila, në vendet jashpën e përbot, me film dhe me shfaqe, knatësin më të madhe ndjeja në ato pjesë të mbrojtë në atë vjetra që ishën në mbrojtë të shtetit, që kishën të bënin me arkitekturën, me pjesën, gjithmonë po flasë për pjesën e jashme, kurse pjesën e mbrëndshme ishte shndruar në ambiente cilat ishën të nevojshme për afarizmin e caktuar, ose edhe për jetes në stil modern. Te ne, për shemë, kanë fillu të prishet dhe kjo, kur kthehesh këtu me një emocion të tillë dhe ke dëshirë të shofësh këtu të mbrojtën ato gjëna, ne nuk i kemi. Ne me këto ndërtimet, me këto që po flasim, janë të nevojshme, sigurisht zhvillimi është i nevojshme dhe është mirë që zhvillohen, por janë humbë gjurmët, humbën elementet e vjetra, humbët trashëgimia. Një qytet zakonisht duhet ta ketë një identitet, dhe identitet bëhet edhe nga aspekti arkitekturës, edhe nga aspekti monumenteve. Kjo është ajo pjesa që mu, për shembull, edhe në Prishtinë, ku veç po bën 30 e sa vjetë që jetoj, po i shoh ndryshime. Cila është lagja e parë që keni ardhur në Prishtinë? Në Prishtinë kam qenë, lagja e parë ka qenë Kodra e Diellit. Kodra e Diellit. Përballë menzës studentëve. Vazhdon me qenë e bukur ende ajo lagja. Mandej kam qenë në Kodrën e Diellit të banesat e Hinta, i themin këtu, edhe tash jam në lagjën Nic në... Pas kishin qitë balë. Veç kam qenë kanarin prej degë në degë, po. Ideja është, këtu e pata fjallin se me ndryshimin këtyne që po flasim, ndryshohen edhe kujtimet, ndryshohet historia, ndryshohet arkitektur. Shpesher, po i shofim objektet cilat kanë pas një stil ose një arkitektur caktuar, dhe ma vonë janë ndryshu fasadat e tyne, humbet edhe identiteti i trashëgimisë arkitekturore, në famnyrë në duket sikur në një me tentu me dhunë të bëjmë diçka, duke e dëmtu një element tjetër. Shefke, personalisht, çka mendon për... Sigurisht, kisha pas qef me ditë kur keni ardhur në Prishtinë cila ka qenë lagja e parë, edhe atë diferencën që e sheh në lagjet tona. Unë e kam një rrugtim, tash po e them, çdo njeri e ka një ta quaj roman të vetin jetësor, një rrugtim, edhe unë qysh moshën 15 vjeçare, do thotë pa i mush 15 vjetë, kam shkuar në shkollë ushtarake në Zagreb, mesmen edhe atje pastaj jëm shkyq prej fshatit edhe prej Kosovës. Po, komplet ndryshe. Për mos me ina do dëtoj po kthehem në temë të jetës në fshat,
edhe sot fshati i braktisur, ose fshatrat e braktisura. Edhe arsyeja pse këto ndodhin edhe do të cilat janë sepse janë dy ekstreme, në këtë rast të braktisura dhe në anën tjetër të shkatruara nga mbindërtime. Këtë vesh ta kombinoj, do të ta futi me procesin që i ndodhi, do të thotë Kosovës edhe rajonit që ndodhi lufta, që mos i kisha pas dëshirë të kthehem në atë pikë, po ndryshimi radikal për braktisjen e fshatrave, ka ndodhur lufta që do të thotë i gjitha i shkatroi, njerëz dulen, iken edhe mas andej kur kaloi lufta, nuk kanë pas ku të kthehen edhe fillojnë të sistemohen, po e marr shembull fshatin tim tash, edhe fshatra të tjera. Edhe çështja e ekzistencës njerëzve fillojnë me u gjind, me u punësue në vendet ku ka pas hapësirë punësimit, edhe është problem pastaj me i rikthy popullatën. Kurse sikur të shkonte në një mënyrë graduale zhvillimi, sikur që kanë shkuar shtetet tjera, cilat nuk e kanë pas këtë fatkeqësi cilën ne kemi pas, do të shkojnë në mënyrë sistematike, disa do të metshin fshat, disa do të shkojnë shkollohen, punësohen, martohen, kryejnë familje, do të ndrojnë vend banimin edhe fillojnë, do të një jetë me botë të zhvillimit normale. Gjitha edhe këto që i thanë parafolësit qëndrojnë sepse degradimi ka ndodhë. Këtë shambull që mora ndodhi tash edhe degradimi sepse erdhen edhe ishte shteti në një administrim ndërkombëtar ta quaj të mikut apo ueni që e vendosi këto edhe derisa filloi me u konsolidue organet, do thotë u bënën degradimet, u bë çdo gjë pa plan. Edhe tash ato pasoja i kemi edhe tash duhet të i rikuperojmë. Kurse në fshat, rikthimin njerëzve në fshat do të t'i kthen koha përmes infrastrukturës, kushtet me ju krijuar, edhe bizneseve cilat ju jap mundësi me u rikthye që me mujt me pas në aspekt socioekonomik me qenë. Arsa, personalisht sot pengojnë ndërtesat e larta në lagjin e muhaxherëve? Po, unë mendoj që nuk duhet me qenë që shka mbetë. A ka mbetë ndë një rrugë që ta kujton fëmirin edhe që nuk ka ndryshu? Jo. Apo jo? Ka pjesë që? Shumë pak është një pjesë aty të përmendorja, ku është varri Ibrahim Rrugovës. Ajo pjesë pak më përngjon që është se... Po sepse është toka, nuk ka ndryshu. Ndërsa rreth i ke ndërtesat. Ndërsa rreth është një ndërtim shumë i shpesh me zveti dhe nuk është ma ajo vendi që une e maj në mend në kujtesën time. Aty ku unë e kisha shpin, ka qenë shpia si këtyne herë që gjithmonë kanë thonë në G. Po. Dhe ma nuk shaha si shpia. Shpia një kaqë në formë gëje kështu. Po, ashtu kanë thonë atëherë shpia në G, kanë thonë nëse sigurisht edhe ju e dini. Bashkë merë mali njëherë me pa një qasi shpije. Ajo shpije është prishë dhe kanë ndërtu banesa aty. Po, tash unë veç me ndaj ndërtimi është... Personalisht, Arza, sa e keni pasur të vështirë që ta jep një shtëpin për banesa? Sepse e keni ditë, taj që nuk është personale. Me thonë drejtën është, ka qenë pak, ka gjanë një farë mërzia kështu, që ma nuk e shese që aty je lindje rritë, që aty nanën e ke pas babën, atë ngrëtsin familjare, gjithë që kena qenë aty me një barë, me migjallartë, me krejt ata. Mirë po, në regull është ndërtu e krejt, po mendoj atëherë që shka qenë mahala, të gjithë jena njoft me zveti, gjithë e kena rujt njani tjetërin, jena kanë të lirë, s'kena pas probleme as prej gjinisë mashkullore, as këto gjana mungojnë, tash nuk e njeh kojshia, nuk e njeh. Që ajo është pak ma për mu, qysh mendoj që sështë... Do me thënë, edhe unë pajtohem me ty që lagja është një farë familje, sepse të pak të në ajo rrugë që aty njihe njani me tjetrin, edhe kryojnë mitësi deri sa t'jenë gjallë ka të tilë. Unë për vete i një krejt komshit edhe me zispres me i taku e shihemi ende. Personalisht ta ka... Momentet që ndryshojnë tash, ndryshojnë edhe shumë gjënë, se s'lam me folhisht. Unë e kam deformim me fol, ju dëni me mna
personal, se unë kam deformim profesional. Në fakt, ma herë ka qenë dhe kërë ke ble shpim banese në ke ble edhe kojshin. Në fakt, kanë pytë për para, kush është komshi edhe nëse e ke komshin të mirë shumë, që është... Një kojshi, 1 milion. Po. Një kojshi i mirë, po me ndaj. Na që jetojnë në Vanesa, nga që jena shumë afer edhe me kojshi, bja një farmënyrës me ka një shpimat madhë, kështu që është shumë e rëndësishme edhe kojshi, ka në ki kojshi në pare 2 të 3 dhe ato është shumë të rëndësishme. Avni? Unë e deshta se me që tema është nostalgjia rrëth lagje. Po flasim për nostalgjia, s'ka nga ka pëlqyra. Edhe mjaft emocionale është. Kur ka marrë në fillimisht Gjelan, po sidomos kur ka marrë në Prishtinë, për mu ka qenë shumë interesant emrat e lagjeve. Kanë qenë shumë interesant Ulpiana, Dardania, lagja Muhaxherve, do më thonë që Kacalart, janë si pjesë, po i përmena këto emrat Hala të cilat... shkrumave. Hala shkrumave. Ja, ashtu posder ka plota si tjera, unë po flasë të Xhamia Llave dhe Duhet edhe ato me përmen, se edhe sot da ditë përmen. Janë identiteti Prishtinës. Për mu kanë qenë interesant se këto emra, për shembull, si nxënës si shkollës fillore në Kumanovi, kam dëgju vetëm në për libra, dhe plus i kemi pas shumë rastet ndaluara për t'i ditë atje. Elemente edhe nga historia shqiptare. Shkak që emrat në gjuhën maqedone kanë qenë... Pa tjetë, ne kemi pas raste ku Shkupi, s'na jas leju me i thonë Shkupi, po me i thonë Skopje. Po. Më thonë, këto janë shumë gjëna, ose s'kemi pas të drejtë që fëmijëve t'ju lajmë me emrat Shqip. Arjan, Iliriana, s'kemi pas 10 listën me emrat të lejuar dhe me emrat të ndaluar. Edhe ja kanë shtu aty, kanë njerë edhe një veç për mas. Tani ato e kanë tentu, familjet cilat nuk e kanë pranu atë skin mrapa, për shumë, tash i vjen kesh me folë, na si familje nuk e kemi pranu, familja Dalipi dhe kemi pas konsekvenca, se ato janë konë probleme nëse se shtë. Tani vlera po mëdhime në këta vërtet, si këty një pas kanë degradu krejt Po ende nuk ka emra Shqip në Maqedoninë e Veriut të lagjeve, shumë pak kanë fillu, po nuk ka shumë. Tash po dalë ma mirë nëse jemi fshatit për arsye se në shtate une u rikëthyë shtëpia që ka qenë origjinale kemi bo ashtu. O, sa bukur. Edhe nuk u degradua asgjë. Vese më të mirë, gëni Fakt, lagjet, do me thënë, kisha fjallën se lagjet Dardania, Ulpiana, ishin emra Shqip. Unë vone kam kuptu, do më thonë, kur kam fillu të merë me promovimin e trashëgimis, që Ulpiana që është pjesa e arkeologjisë që është në të afer mes Graçanicës edhe atje të une. Ma vonë, do më thonë, ne kam kuptu se lagja e Muhaxherve e ka marrë emrin prej njerëzve që kanë ardhur nga Toplica në momentet që janë shpërngul nga atje dhe në një dokumentar që përnesha me Zotishe Shkrumave dhe pozer ka pse? Ato nuk i di se aty s'kom punu dokumentar, por këto që kom punu e di. Është me bashkan gjitë dhe atë pjesë një ndër lagjët më të vjetra. Mahat Muhaxherve ka pas edhe familje, për shembull, ka qenë i Prishtinës, e ka shitat vend, ku ka qenë edhe ka dalë atje se ka pas hapësirë ma shumë. Nuk do me thonë që e ka ardhë... Shumica janë vendos, për shembull Zotni Shefkiu ka e përmen shumë në një dokumentar që kom punu dhe të regon se e ka me emra, me listë. Do këtë kojshit ko pasu në Dalep të ata... Jo, ata e në tjerë Dalep, ata e në Dalep të një. Kemi një mbi emër, po ata e nga me dvejtja. E di që në mahal aty non tjetër, non djatë kanë qenë disa Dalipi. Edhe gzimin e gjithë ata, gzimi Jasmina, ata po gjithë kanë menu që jemi... Edhe unë më ndova Lezeti i lagjës kur njësh me dikon. Tjetra që më ka bo mu për shtype, kanë qenë kongë të famshme, Dardani Bjerni Tupan, dhe më thonë, në atë kohë ishin elementet që bënin, për të ndoshta ma tepër është kjo pjesë, e shumë ma pak, më ka rasë unë 16 vjetë, pa i bë 16 vjetë ka marrë të kënej, do më thonë, edhe shumë ma pak ma i menë për Kumanovën. Po këto, për mendimin tem, kanë qenë interesant kur kam ardhë këtu dhe kur i kam pa. Besa vlera, unë kom jetu në Kumanove dhe njof prej Kumanove, sa atje kom punu një ko, edhe Kumanove një kanë degradu tash. Ka pas nostalgjit kë i qarën ma mirë. Kumanova lit kanë kalu në Shkup tash. Së një me Shkupit e përshos, qaj kanë bo Shkupit? Do më thonë, na smundja, Tash, sikur na që jemi për dikon kënej. Në fakt që në moshën, kam një histori të ngjashme, në moshën 16 vjeçare dhe babajem ka kaluar në Prishtinë, duke u martuar me mamin tim nga lagja e
pozerkave. Pozerka që përmendëm unë më. Që i përmendëm, edhe kam bet pastaj në Prishtinë, kështu që jom prej 2 lagjeve të vjetra, një prej Shkupit, një prej Prishtinës. Në Shkup ku cilin? Edhe Butel 2. Butel 2. Aleksa Dundic. Më thonë që përmende emnin maqedonisht sërbisht pengon shumë, kur je një lagje shumica prej shqiptarve dhe emni vendoset në gjuhën... Do thot ti qenë ke familjarisht Dardania. Shkupe dhe Prishtinë. Shkupe Prishtinë, po. Dardani. Dardani, fix Dardane, që i përshtat në Florianës. Edhe në fakt të pengon shumë, po nuk është që nuk ka pasur edhe në Prishtinë lagje me emra të gjuhës sërbe. Interesant. Lakrishte, si kanë thënë edhe kupusishte. Po, se kanë qenë 2, edhe Lagja Shqipe dhe... Muhaxherve, atëherë, une ku jëm linde dhe jëm rrit, aty ka pas emrin Robert Gajdiku, edhe numrin ja di, numër 91. Robert Gajdiku, numër 91. Nëse ke pas me shkru një letër ose diçka, e ke cek aty, s'ke mujtë me thonë Mahalla Muhaxherve. Po, është e vërtet, vetë kanë qenë emra kështu... Rruga, Robert Gajdiku, së dita ajo si italisht, po Tinglan. Jo, është emër Edhe lagja e pozerkave ka pas emrin, Durmitori, nuk e di pse, po ka qenë Durmitori. Ama për ndryshe, kur i ke të regu dikujna, s'ke mujtë mi thanë Robert Gajdiku, se ka njoft kërkush, po Mahall Muhaxherve, që atje. A di se krejt Prishtina ka qenë mahall me zveti. Me zveti, po. Njoft njani me tjetër në vish me zona janë përmen. Ashtu është. Përveç të lagjit të reja, pastaj që kanë qenë Dardania, që është shkru tamam, hyrja, emri, ka qenë një farë privilegji, Florian, me jetu në... Ka qenë këgja privilegje, në fakt, ne jemi njohë dyshysh, kështu kemi thënë vajzat e Dardanis, vajzat e Ulpianës, vajzat e Bregudjelit, sa që tash nështë ka kalu pa kohë gata, është pa mundur me identifiku se ka ndru edhe banorët edhe kanë ardhë dhe shumë të ri, po në fakt atëherë po fole, ka qenë pak ma kështu shumë e letë, me njohë vajzat e Dardanis, vajzat e Ulpianës, me qenë se na vetëm shkollën fillore krym në Dardani, pastaj kur vazhdum në gjimnaz Gjevde Doda, identifikojshëm kush ka marrë për Ulpianës, kush ka marrë për Bregudjelit, që ka qenë pak ma e lejtë. Jona cila ndërsa sot nuk egziston ajo, nuk qasit për lagje. Jemi zgjëru këgja. Po du më u këthy tek shtëpia juaj që tash më është rindërtu, fillove me na të regu, paka shumë rrugët a janë të njëjta, është investu në rrugë edhe pse është një vend, përtuaj se i praktisën shumë. Tani do të thotë infrastruktura ka rritë edhe është asfaltu deri, përpara nuk ka qenë asfaltu me deri në fshat, në brendin fshatit, por në aspekt struktural, do të thotë sigurisht ato shtëpia cilë gjithë ata bashkë fshatarë të quaj, kusherente, kështu me radhë, mungojnë atë se nuk janë rikëthyje, dhe kanë me tash 2 apo 3 shtëpi që janë ndërtu, por nuk jeton askush. Por në aspekt struktural nuk është prish atë gjatë, do të ka mbet natyra njëjtë, do të thotë ku kemi lozë, ku kemi do të thotë është knacime i po edhe drujnë të njëjtë, si kur para 30 vite. Ose është interesant, une ma pa të ndërgu një inqizim para se me fillu lufta, jetën fshat, shumë edhe një profesioniste kishte bëhat inqizimin, edhe ma pa të ndërgu në Zvicër, edhe ta është shumë interesant, kur e lëshoj atë inqizim edhe shof për 1 vjet, kejtë ndryshon, çdo gjë ndryshon, do të thotë që ato e ndërlidha në fillim, do të thotë që ka bo një ndryshim radikal, shumë të shpejt, që janë këto pasojë që nuk janë njerëz atje. Do të thotë e shef një gjallëri, një jetë shumë të mirë atje, edhe më për një herë do të thotë praktiset dhe shkatruat çdo gjë, po edhe digjet fatkeqësisht. Tash po duhet ta them kur dola në konferencë të parë si zëdhënës si ushtrisë qendrore të Kosovës, bollu më nofta me i ik, si ish ushtarak për edhe që na njefshin që mos me pa identitetin tim, edhe mos me pësu këta që shpësojshin kur e vrejshin që edhe e pa ta marrë nofkën e djalit, si kur e kam sëqarue në men djalit, po fati këta ikun ma shpejt, ma heret ikun, edhe ata shkojnë edhe e kallin tër fshatin. Është interesant vetë atë fshat e kallin. E po du me thonë e djegun përgjithsi. E tash aty është, do të të shtëpia ma nuk ka. Ose ka të rënume që tash barishtet edhe binte kanë mbulue. Po fshati si fshat do të të është i braktisur. është i njej, do me thonë në aspekt struktural nuk është
edhe do të të ende shkon njeriu atje, sikur që e thash në fillim, edhe e ki atë nostalgjin, ku ke lodh, ku ke... Edhe, do me thonë, është jo e degradume, po është e shkatrume në aspekt vetëm të ndërtesa shtëpive. Sot, për shambull, a e gjeni rahatin, ashtu si që keni pasur për para, e diskutum të mirat, komshit, nëse ke pasur edhe kriza financiare, ka qenë komshiu që të është gjinë me pak kryp, me pak sheqer, me pak miel, kemi qenë krejt bashk. Sot, a është liria e tillë që me pas komshiun familje? Për fatë që kjo se egzistan, mos ma mërmenja, veç me qenë tepër e lidhur kojshit me kojshien, ashtu mund me ndodhë, ama që shka qenë për para. A i ruajmë lagjet tona, si kur dikur se përse për para, unë e mbaj men që krejt gratë ose burat e një rrugë, lagje, kanë dole, kanë pastru, jonë kujtes për to. Sot, a është që ajo, a egziston? Apo jemi shëndrua në lagje private me këto shtëpit luksoze? Unë mendoj në lagje private është shëndru krejt. Me gjithse, unë jetoj tash jashtë vendit një kohë gjatë, mirë po unë gjithmonë mërzitem edhe vi shpesh. Andjeshe huaj kur vjen në ndërtes për shambull, në banes? Ndërtes aty, hiq nuk më hihet bëjle në ato barë. Ka qenë se gjithmonë më kujtot aja ngrëtësia e lypja të ngrëtësim familjare, kur kom shku aty e kom pa nanën, e kom pa zjarin, e kom pa shpëretin, e kom pa ato gjanat, ato mos egzistojnë edhe mu së më pëlqenë në banesa as pak. Paktën, sepse të kujton edhe të kthen mrapa në kohë. Më kthen mrapa edhe janë ato gjana emocionale që të prekin se shpia... Po nga njerë këto vendime janë edhe detyrushme për shkak që ndërtohet gjithandej edhe mbetesh vetëm ti vetëm edhe vendos dikur me dhonë shtëpi në këtë rast. Tash dikush tjetër aty ka hi, vllau për shembull, me gjallartë djemtë e migjës e krejt, na si vajzaj, na martu, kena shtëpiat e tona, se në mirë po, prap se prap, kur të shkaj asaj rrugë, kur të kaloj, e shiqaj me një shiqim, okej, në regullë është mirë ndërtu krejt, ama... Bukur, modern, krejt, po... ngrotësia nuk është. Por gjithsesi ti betesh prap qika e lagjës muhagjerve, më se ndi vetën që ashtu. Edhe kam rastin t'i përshëndes të gjitha ta që kanë mbet ende në atë lagje muhagjerve, i përshëndes dhe letaruajnë vendin. Avni patë me shtu duke diqë? Jo, desha më thonë se në trashëgimin shqiptare zakonisht thuhet që kojshin e ki ma afer se vlaun. Dhe këto që po flitet të ndryshimet të janë të pashmangshme se zhvillohen. Pa tjetër, po. Unë në lagjen ku unë jetoj, faktikisht është një lagje mire organizume me gjitha elementet, po ata fqit që i kam të partë, me ta, ose ata përballë, ose këta, ose më posh, jemi po thuj se, sigurisht, ne nuk i kemi ndoshta ma ato nevoja që i përmendet ti ma herët, sepse sot dhe shumë afer, atër dikur fshati ka qenë fshat, shqitoria ka qenë largë, për shumë gjëna është dasht të afrosh të fqiu, të përmendet ju krypën, apo vajnë, apo diçka në rastak. Po dhe tash shkon shpejt e blerë. Se ki shpejt, edhe po makinat... Financiare, po nuk kanë gjenë në pytjeve me qenë Mishel Dugoja, du të me shku të kujshia. Po të kujshia sot kalon në diçka tjetër, një element, për shemë, është elementi tjetër. Larga qoftë të ndonë në një element nevojave shëndetësore, edhe fqiu parë shumë afer që ka nevoj dhe ka mundësi për të përkra. Une bashkë to, po du bashkë që to me ndërlidhë, une po flasë për aty ku aktualisht jetoj, po bisedojmë për një shoqëri, për një zhvillim një shoqëri me trendet edhe kohën që po jetojmë, të baza është e një shtetit është familja. Shumë familje, thot një fshat apo një lagje, shumë familjet edukume, një fshat apo një lagje edukume. E qytete edhe shtete edhe në përgjithësi do më honë populli si popull. Na shqiptarët jemi në raport me nacionalitetet tjera, jemi shumë ma dashur.
mes veti. Është e vërtet. Qof mes veti, qof me i prit të huj. Do thot, pritjen edhe për cilën e bojnë mirë. Tash po kthehena në lagjen time. Lagjen time, unë me ata fëqinte mi që i kam aty, kalojmë shumë mirë. Jemi të organizumë, sepse është një banim kolektivi për bashkë. A keni grup në Viber ose WhatsApp? Kemi grupin, po gjithë grupin, po që është interesant, unë fëmijët i dua shumë. Edhe tash i kam 2 nipa edhe dalin me lujt aty në plato. Po tash këtë fëmija vinë aty dhe unë tash me gjithë aty, gjithë më njofin, gjithë i njof. Edhe do të thotë, përmes asoj bashkëjetesë aty, krijohet një harmoni e ngrohtë. Tash po thom lirisht, nësë s'ka ndodhë, apo nuk e di e ka ndodhë se s'mema në ato, po është liria e jonja, se mund të ndodhë ora 11 nevojitet diçka urgjent, apo është e mbyllur. Sot është një farë raporti me ata fëqinjt aty, shumë i mirë, shumë pozitiv. Edhe këto e kryojnë vetë njerëz, do të thotë, nuk është... Është e vërtet. Nuk është... Po, Florian, po më intereson, a ki ende shoqet e Dardanis, të lagjes, shoqet fëmiris, a shoqesh ende me to dhe a ndihesh më mirë për shembull me to, apo me shoqe të reja? Në fakt me që disa kanë lëviz, disa janë edhe jashtë, sot është pak e pamundur, po me qenë se nështë është pak fati jonë, me qenë se ka njerë kemi qenë edhe afër nivelit komunal, se ka banorës, kështu që i përcjellim shqetësimet e tyne, të fillu pe hymjes, pe lagjes, që shumë raste këna pas mundësi më unimu, base për nevojat e tyne, po organizojnë, mos tonë në shtaj çdo javë, jo, po çdo muj e majna një takim me të lagjes, hallet e tyne, që ato që kena mundësi minimu, aty ku kena nevoj për financa, po takojna edhe ato shoqe kur kanë mundësi mbase verës, që vinë Kosovë, po me gjithat mundohem që t'jemi kështu brenda lagjes, t'kemi takime mos tonë të rregullta, po kur do që kemi mundësi, po. Në fakt, ju e keni pak rëmuj tani Dardanin, a? Po, mbase mos tëmë është mbi popullu. Tuneli që është mbyll, kjo e ka ngarku pak? Po, shpresoj që rregullohet edhe ajo shpejt, se nëse edhe shkolla, kopshtet e reja që e ndërtu edhe ajo është një farë problemin vete, po shkak problemit parkingjeve këtyne, po... Me rëndësi, ju si banor qenë këtë këgja durushëm, kështu edhe... Po durojnë, po durojnë edhe pak me ndryshimet e fundit për presë. Unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e kësaj bisede që në ngjalli mjaft nostalgji, edhe diskutuam pak të mirat. Nuk është se nuk ka pasur hjeka në atë kohë përmes lagjes, po ai bashkimi edhe familiarizimi me komshin gjithmonë e ka bot vetën, po prapë se prapë ne kudo që shkojmë kthehemi në identitet. Prapë mendojmë për lagjen ku jemi rrit dhe këtë besoj e shprehet edhe ju gjatë bisedës. Sepse në fillim fare nuk dashta me të ngasmu, po të mbushën sytë lot kur folje për fshatin tënë. Po, është të vërtet ajo se me prapë po kthehna në këtë që po e them, neve në dalojnë, nuk po du ta lavdroj të them kombin tim. Po neve në dalon me popu i tjirë, kom pas rastin, sigurisht edhe gjithë kemi pas rastin me i pa, por edhe për shtypjet e tyre kur kanë ardhur këtu, për herë të parë, edhe kanë pa kulturën, traditën, mikpritjen tonë, dhe me thonë, sinceritetin. Edhe jemi një popull që i përballojmë sfidat me vetë faktin befasia me madhe për ty nëse i krahasot këto shkatrimet cilat i kanë bërë për shembull shkon në Bosnjë viziton sot, kanë me të fshatrat po të njëjtat shkatrumit. Vazhdojnë, bile janë me shenjat plumave të... Tek ne kanë ndryshu për njëherë, do thotë, me vetë faktin kur në qershor u liru faktikisht Kosova, nuk ka besu askush që gjitha i popull kthehet për njëherë. Do thotë, edhe fillu me njëherë me gjallëru, me u zhvillu edhe. E kjo e bon ajo që e ceka ma për para që neve edhe në fshat kur kemi jetu edhe në lagje që i potencuan bashkëbisedues këtu, do thotë, di momente të caktuara ta mbështesum njëri tjetrin, të jemi human, të jemi... E kështu që unë besoj me kalimin e kohës, sot bile që e pash edhe një dokument, një rezolut që kish aprovu Këshilli i Evropës, Parlamenti Evropian, aty do të t'jep që Kosova, edhe rajoni pati për Kosovën, është marrë e rezolut, t'hiqen masat me njëherë, edhe të fillon me njëherë të pranohet aplikimi i Kosovës në Bashkimin Evropian,
edhe në NATO dhe në këtu për një proces, do thot, po shifet që edhe Evropa, edhe, po thëmë, bota e kam po që kë popull të shuj popull i shqiptar, me një fjallë që ende alokofizohet me shqiptarët. Po. Do thot, e ka një rrugëtim të mirë drejt integrimeve, zhvillimit edhe integrimeve në strukturat euroatlantike edhe do të ketë një gjitha këto që i potencum degradime këto dhe për një kohë, po thamë, të mesme. Shkurtër, të mesme, po, do të realizohen dhe do të... Do të realizohen dhe do të bjën dhe në gjërë, kurse për generatat, si për përfundim, po e thamë, si një shambull që e kom pas rastin, kur diskutoj shumë neve, për shambull, kur jemi konë të vogël, qokoladat kanë qenë më të mira, Coca-Cola ka qenë me shishme. Original. Edhe gjitha këto, tash unë i ndëgjojsha në të farnej atë, po me një buzëqeshi për e thëmë, shiqoni, si kur ti një fëmi, këta që po lozin për afrën edhe, këta i kanë të shishme sepse shqisat i kanë shumë të fresta, kurse neve nga kanë lëshu pa shqisat e po nga duke që është kvalitet. Kur i flasin fëmijëve tonë për lagjen, ka qenë kështu, veç fillon të ta bo lese për ty, ka qenë ajo, ta 20 vjetë edhe për to ka me qenë këndërtim i lartë, ka me qenë maj miri më. Po dhe edhe knatësi kanë mi pas këto që i kanë. Kanë mi pas këto që asë mire përfundum, sepse me kohën, me dekada ndryshojnë gjanat e duhet pajtohemi me këtë pjesë. Sigurisht, generatat me generata nuk pajtohen asnjëherë dhe kjo është e mira. Se generata e re i kryon elementet e veta që mendojnë se janë. Generata jonë mendojmë që ne kur kemi qenë të vegjël ato gjana janë të mira. Ne nuk kemi ditë, ne në atë kohë kemi ditë me u gëzu me një sheqerk që na ka dhënë dikush, kemi ditë me u gëzu me një diçka sot. Nuk kemi çfarë me dhënë, mos e gjithë i kanë, gjitha gjonat janë, sa atër ka qenë sistemi tjetër, dhe këta kërkojnë vlera tjera, generatat e reja që po Po që vlera dhe një shambull, mos të... Vlera të reja. E ke po, në martes, në fillim kur të martohet, tash mund të takon me thonë bashkëshortja ime, do shumë edhin, në moment që vjen fëmiu, fillon dashuria mu shpërnda pak ta shkon të fëmiu, edhe vjen të e lanë dhe të... Të e lanë, ja, i shola se ka lanë krejt. Edhe kështë shkojnë këto zanet edhe aspekti zhvillimit edhe knatësive, po pak shakase. Tash lagja për cilën fola unë fillim, ajo kur unë shkoj e vizitoja, sigurisht që ka ndryshu, nuk është më ajo... E njejta, po. Nuk është e njejta. Ajo shtylla ekziston, shtylla ekziston dhe ajo Maria, shtylla ekziston, se ka qenë aty tani jeton vllau, më i madh, dhe aty, do më thonë, ajo shtylla ekziston dhe është njejti në vend, por nuk janë më gurt, po është e rregulluar, nuk është më lagja e fshirë, po shtëpia e re aty. Ka qenë me kaldrëm, po që sot nuk është. Kaldrëmat e kam pas mirën e vetë, për nuk e di tash... Por ajo lagje vazhdon të vloj prej fëmijëve, ka shumë fëmijë, dhe vazhdon tjetë pëthuajse në stilin e njëjtë, tash fëmijë tjerë kuptohet, si që kemi qenë edhe na aktiv vazhdimisht ato. Disa lagje asnjëherë nuk e humbin identitetin, disa ngjallen. Fati i keq për ata që kanë pasur lagjet në qendër të qytetit, qendra gjithmonë ndryshon, kështu që na bjen si shqiptar gjithmonë me u pajtu. Drypse të vrava është drypse të vrava. Mirë kështu, mirë ashtu. Faleminderit shumë që ishit pjesë e Djela Vlen. Floriana, faleminderit që faleminderit avni knaqësi, Arsa. Knaqësi gjithashtu që të ndani me mua dhe me shikuesit e Djela Vlen nostalgjit e lagjeve tona. Shikuesit të dashur, ka sa i përket bisedës për sot, do të vazhdojmë tutje me pjesën e tretë të emisionit të Djela Vlen, sigurisht që do të kemi më të reja nga moda edhe nga filmi, nga Nora edhe Nita.